Çifti Neda dhe Ogren Balluku, një nga historitë më të komentuara të dashurisë që lindi brenda mureve të Big Brother Albania, duket se po jep fund kapitullit të tyre pas plot 10 vitesh martesë. Prej kohësh ata ishin një ndër çiftet më të rezervuara të showbizit, duke zgjedhur të ruanin jetën e tyre private larg vëmendjes publike. Megjithatë, lajmi për divorcin e tyre shpërtheu papritur vetëm 2 ditë më parë, duke hapur dhjetra diskutime, reagime dhe pikpyetje mbi shkaqjet e kësaj ndarjeje. Mbrëmjen e djeshme, e ftuar në panelin e programit Goca e Gra, Neda konfirmoi lajmin përpara publikut, e përlotur dhe dukshëm e trazuar emocionalisht. Ajo u shpreh se martesa e tyre prej kohësh po kalonte një periudhë të vështirë dhe se vendimi për t'u ndarë nuk ishte i nxituar, por i dhimbshëm dhe i menduar gjatë. Sipas saj, pavarësisht përpjekjeve për ta mbajtur familjen të qëndrueshme, raporti kishte arritur një pikë ku bashkëjetesa nuk funksiononte më. Ka momente në jetë ku dashuria nuk mjafton më për të mbajtur dy njerëz bashk, tha ajo, duke shtuar se vendimi është marrë me përgjegjësi dhe duke vendosur mbi çdo gjë mirëqenien e fëmijëve. Mirpo, ajo që shkaktoi më shumë dallgën në rrjetet sociale ishte fakti që vetëm pak orë pasi kishte paraqitur kërkesën për divorc, Neda doli publikisht në ekran për të folur për këtë situatë. Kjo u interpretua nga disa si një lëvizje e nxituar apo e përdorur për ekspozim mediatik. Në rrjete nisi të shpërndahej me shpejtësi një video ku gazetari Olti Curri ironizonte këtë dalje live të saj. Ai u shpreh se mënyra se si Neda zgjodhi të tregonte historinë e saj ishte sipas tij e papjekur dhe e panevojshme. Të shkosh të hapësh zorrët e barkut për divorcin në një emision të quajtur Goca e Gra dhe pastaj t'i thuash njërës nga moderatorët mos u merr me llafe, duhet buxim katunari, deklaroi ai me ton ironit, duke ndezur akoma më shumë diskutime. Nga ana tjetër, në studio pati edhe tensione mes Nedës dhe Rozana Radit, e cila e pyeti hapur nëse momenti i publikimit të librit dhe njoftimit për divorcin ishin të lidhura mes tyre, një pyetje që Neda e quajti të pavend dhe të ndjeshme. Ajo theksoi se jeta personale nuk është një skem marketingu dhe se ndarja është një plag që po e përjeton realisht, jo një argument mediatik për të bërë bujë. Në rrjete sociale, opinioni i publikut është ndarë në dy kampe. Një pjesë e mbështet Nedën dhe e sheh si një grua që po kalon një periudhë të vështirë dhe që meriton empati, jo gjykim. Ndërsa një tjetër pjesë mendon se shfaqja ka qenë e panevojshme dhe se duke qenë një figurë publike, ajo duhej të tregonte më shumë maturi dhe diskrecion në një moment kaq delikat. Sido që të jetë, divorci i Nedës dhe Ogrenit mbetet aktualisht një prej temave më të diskutuara në mediat roz dhe me shumë gjasa do të vazhdoj të komentohet edhe në ditët në vijim, derisa dy personazhet të japin një komunikim më të qartë mbi të ardhmen e marrëdhënies së tyre dhe të fëmijëve.